Adelina Ismaili, ikona e muzikës shqiptare, këtë javë e ka festu 40 vjetorin e karrierës së saj të jashtëzakonshme me një super koncert. Në këtë ditë kaq të veçantë për të, Adelina ka pranu edhe medaljen presidenciale nga presidentja Vjosa Osmani, një vlerësim që përforcon edhe ma shumë ndikimin e saj në skenën tonë muzikore. Pas një kohë të gjatë, larg kamerave e skenës, Zamfina rikthehet për me tregu rrugtimin e Adelinës prej fillimit e deri sot. Çka thanë të afërmit, miq dhe bashkëpunëtorët e saj për Adelinën dhe sukseset e saj shumë vjeçare. Këtë mundeni me e pa në storin në vazhdim. Një tregim i ndjerë e inspirues për një artiste që nuk kalon leq pa e thy. Prive. Diva e muzikës shqiptare, Adelina Ismaili, këtë javë kurorzoi plot 40 vite karrierë me një koncert që ngriti në këmbë publikun. Por, para se dritat e sallës të ndiznin spektaklin, mbrëmja nisi me një moment krejt tjetër, po aq të rëndësishëm për artistën. Në koktejlin e organizuar për miq të afërt dhe familjar, pritej që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani t'i dorëzonte Adelinës medaljen presidenciale në nder të kontributit të saj prej 4 dekadash në muzikë. Ma ka dërgu vali mesazhin, thash fake news. Unë nuk më ndodhë mua ajo, se unë gjithmonë kom qenë në përplasje me këtë institucionet e mundshme të Kosovës. Edhe një moment saktum tjetës kom hek dorë prej institucioneve për këtë dhe kom thonë, okej, s'jom une, ose s'jom këta për mu, ose s'jom une për këta. Kjo prej presidentës, wow, më ka shoku, më ka mrekullu, më ka dhonë motiv edhe një 40 vjet tjera. Jo. Me albumin e saj më të fundit, Adelina përmes këngëve vuri në qendër të vëmendjes ka uzën e gruas, një temë ndjeshme dhe e pranishme në realitetin tonë. Dhe pikërisht sot, atë medalje e merr nga një grua. Kjo është shumë inkurajuese. Kjo është diçka që na bën mundi i mirë, edhe na bën me mendu që jemi në rrugën e duhur. Unë e kom thonë pak ma shumë Shqipni në intervista atje që në Kosovë po ndodh një revolucion për herë të parë në historitë të Kosovës. Është gruaja ajo që po e braktis burrin e ligë. Është revolucioni i heshtur, zdi pse pe kom një bindje që nuk po i jepet rëndësi sa duhet këtij revolucioni. Për herë të parë kemi femna të pavarura, e me më dekoru mu një grua, sonte mua që jam grua, kjo është shumë inkurajuese. Kjo i bën gjitha gratë besoj mundi mirë edhe me pa shpresën këtë vend. Presidentja i dha këtë medalje për kontributin e jashtëzakonshëm që Adelina i ka dhënë muzikës shqiptare ndër vite. E kur fjala vjen te muzika e artistës, Vjosa Osmani pati disa fjalë të veçanta për krijimtarinë e saj. Është nder i veçantë që jemi bashkuar sot miqve, familjarve dhe përkrasve të Adelina Ismailit për të festuar 40 vjet të Adelinës në skenën muzikore, do të ja 40 vjet të arta që ajo i ka kontribuar artit në Kosovë. Ka filluar si shumë e vogël në një kohë kur të gjithë rriteshim me këngët e saja, të cilat paraqisnin një stil avangard të muzikës, një stil emancipues, një stil që thente kufit në një kohë jashtëzakonisht të rëndë për ne shqiptarët. Kështu mbyll koktejli i organizuar posaçërisht që Adelina të pranonte medaljen presidenciale para se të ngjitej në skenë. Por tani le të kalojmë tek salla ku publiku me zi po priste me emocion daljen e divës shqiptare, për të cilën kishin bler biletat për të parë nga afër në një mbrëmje që pritej të ishte historike. Për këtë 40 vjetor të Adelinës, askush nuk mund të na tregonte rrugtimin e saj artistik më mirë se Zamfina. Mas pari ma kujtojnë Thrynin, kur ajo e ka nis karrierën, edhe na konë krejt ekipa e saj. O konë stresi, jo konë përgatitjet, fustani, paraqitja, edhe gjithë nga ka surprizu kur ka dalë
në skenë se se kena ditë që ka me bo, se s'ta ka tregu. Krejt fëmija ja më konë me emocionet soj, me telefonin e shtëpis që kur nuk unë dalë ke adhrus të soj të thirë, me barierat që i thajke edhe pastaj kur fillun edhe para zhykimet, na bonën ta i monën kritika, nuk na i nike mo, se Adelina e thaj krejt barierat e mundshme në Balkan, edhe tani normal që edhe hejterat u bëjshin fonsa, edhe shkoj ke pak hallakam, po unë e mburna shumë pafundësisht me të. Në mesin e kujtimeve që rikthyen emocionet, ishte edhe projekti që publikuan e bëri të shpërthej dikur kënga Dy motra një frajer. Për këngën Dy motra një frajer. Qërë tha? Unë e tha i shoj, tha, ma shkoj të tha në tekst, tha s'unë pe bëj tekstin. O thash, okej, tha ti mbron, thash, qysh? Thash, unë një qaja, thash i shoj të mditë, thash apo volte. Insistoj, e lam qashtu, edhe u bush shumë interesant, edhe dikur mo gjinja njësën e me spekulu. Kena pas ka pak debatës asaj pengajke, që une nuk isha trimnesh sa ajo. Edhe pse publiku e preste me pa durim rikthimin e saj në skenë pranë Adelinës, Zamfina rrëfen arsyen pse këtë herë vendosi të qëndronte si publik. Krejt dritat, kamerat, shikimet, sonte me konë për njerin ma meritus për këtë në Adelinë. Jo me hiu në aty me morri, të vësër, ja. Adelina gjithmonë ka spikatur me stilin e saj të veçantë, e besa ko gjatë të guximshëm, që jo çdo kush mund ta bënte, e kush më mirë mund të tregonte për këtë se sa Nagipi, frizeri i saj që u kujdes për pamjen e saj me vite të tëra. Me të kallëzu kështu drejt, unë gjithmonë i kam thonë që Adi s'po di apo di me ti po flokta, po Adelina s'ka ndryshuar asnjëherë, edhe me të kallëzu drejt. Për 10 minuta e bëj flokët. Kërkurse të shumë shpejt, pse e ka komën e letë, ashtu. Mona ka qenë jo vetëm nën për Adelinën, Zamfinën dhe Emën, por ka qenë udhërëfysja më e mirë e njerëzve që ajo i ka pas afër. E pikërisht, Adelina Ismaili, këtë medalje presidenciale, ja kushton nënës së saj të ndjerë. Uka, djali dajës së Adelinës, kujtoi një boshllëk të prekshëm në këtë fest, mungesën e Monës. Gjithmonë kemi qenë pranë, edhe pse shumë vjetë jëmë buqës është në skenë, kemi një varloj mërzije, ashtu që me thonë që s'është nona, hala, Mona. Ato kemi dorë gjithë krejt, suksesi Adelinës ka qenë i lidhën shumë me të, edhe unë e një meni nga krenar që e këm pas një halë tilë se një Valmiro u konë si udhërëfys për krejt neve edhe fëmive vllahët vetë në realitet. Kujtimet vazhduan me historit nga fëmiria, teksa Uka përmendi momentin kur Adelina vizitonte dajet e saj. Gjithmonë u kona e ndjenja, thash edhe pse familjare, si i vogël, gjithmonë e kom pas trip, po vjen Adelina, vjen se s'kom prit, e kena bu neja në shpëm i priteme, u konë shumë special. Dhe me thonë një familje u konë prej fëmi superstar. Edhe qaj e ka bu se u konë edhe për fëmi, edhe për të vjetër, edhe për gjitha gjeneratat e i ka bu me emocion që me ngu edhe me dash në realitet. Vali, bashkëshorti i Adelinës, e organizoi gjithë këtë koncert madhështor, duke e shtyer artistën që në 40 vjetorin e karrierës të ishte sa më pranë adhuruesve të saj. Kemi dikun 3 muaj që punojmë faktikisht në këtë koncert. Kemi shumë bashkëpunëtor, ka qenë e vështirë me përmbledh komplet një karrierë, në 20 vite, do shta dikush pret që të këndohet, sepse ishin disa këngë që duhet përzgjedhej, po unë e bëjmë atë përzgjedhje edhe shpresojmë që do pëlqej publikut. Dhe urimin më epik, besojmë se vetëm Vali mund t'ja jepte Adelinës. Një urim s'podivis, mi thonë, nalo mo i gruse, 40 vjetë, bëllë. Ajgare.
Pjesë kësaj mbrëmje nuk ishim vetëm të afërmit, por edhe miqt që e kanë mbështetur gjatë gjithë karrierës. Secili prej tyre po ati nga një urim të veçantë për këtë rrugtim 40 vjeçar të ikonës së muzikës shqiptare, Adelina Ismaili. Ju uroj shumë suksese, ju uroj shumë shëndet, dhe jam e lumtur dhe kam emocione që sot e festojmë së bashku 40 vjetorin e saj. Të e pas parasysh që unë e konsideroj edhe familje, si motër, kështu që veçitam që e du shumë, edhe jam e lumtur për çdo sukses të sajna. Jam e lumtur që sot festoj me të edhe ju uroj shumë suksese, qindra të tjera. Adelin të duhet shumë, ti e di se sa shumë. Të pull fart. Mama në zhogi, merreni me men që a i shkon me shkollë me